Alban Bushi ka patur një karrierë plot emocione si futbollist ku ka luajtur me disa ekipe në Shqipëri dhe jashtë saj, por ish sulmuesi do të mbahet mend për atë që dha me kombëtaren, ku shënoi 14 gola në 67 ndeshje. Në një intervistë për FSHFTV, ai tregon kuqezinë e periudhës së tij. Kemi bërë ndeshje shumë të mira, duhet të përmend ndeshjet me Gjermaninë, me Norvegjinë, me Greqinë që kemi mundur, por ka qenë ai momenti që nuk kemi qenë aq disiplinuar nga ana taktike për ta marrë atë lloj rezultati. Megjithatë, jepsim çka kishim, jepsim fushë dhe me ne kishin shumë vështirë dhe ekipet e mëdha. Kombëtare Naje ka parë edhe si pjesë e stafit teknik dhe pas 2 kualifikimeve në Europian, e shikon të mundur atë në botrorin e këtij viti, që do transmetohet ekskluzivisht në TV Klan. Ndeshja me Poloninë, domethënë të marrim rezultat pozitiv që unë mendoj që do ta marrin sepse është një ndeshje që është e barabartë, mendoj unë, ekipin polak ne kemi luajtur, na kanë rrafur atje, kemi rrafur këtu që çdo gjë është e hapur. Mendoj që me pak besim, me shumë përqendrim, me shumë mbështetje tifozave, mendoj që do të arrijmë sukses. Alban Bushi ka një mision të rëndësishëm vitin e ardhshëm të bëjë mirë në finalet e Euro 2027 me kombëtaren Shpresa, në turneun që do të zhvillohet në Shqipëri dhe Serbi. Grupin për ta kaluar e kemi detyrim, sepse luajmë vendin tonë në Shqipëri. Kemi mbështetjen e tifozëve, kemi edhe ekip shumë të fortë. Kam shumë besim ke lojtarët që ne kemi, kam shumë besim ke publiku, kam shumë besim ke Shqipëria. Objektivat e kemi shumë të larta, edhe mendoj që do t'i arrijmë. Bushi drejton kombëtaren Shpresa prej gati 10 vitesh dhe prej asaj kohe ka bërë një punë të mirë edhe me furnizimin e kombëtares sa me lojtar.